A e ke ndjerë ndonjëherë peshën e një zgjedhjeje të gabuar që bën Jehon për vite me radhë në heshtje? Në zërin e brishtë të një fëmije, ai dëgjon Jehonën e një vëllai që e gjithë bota u mundua ta heshte. Teksa prek plagët që i shkaktoi vetë, ai zbulon se shpagimi jo gjithmonë është të falësh, ndonjëherë është të veprosh. A beson se çdo gabim mund të ndreqet apo ka të vërteta që vinë shumë vonë? Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Tani, le të vazhdojmë. Vapa e Tiranës atë mëngjes marsi ishte atill që të ngjitej në lëkurë, që e bënte asfaltin të dukej sikur valzonte nën gomat e makinave të ndalura. Kastriot Berisha rregulloi kondicionerin e Mercedesit të tij të importuar dhe pshertiu, duke parë orën zvicerane të dorës që i shkëlqente në kyç. Edhe një vonesë tjetër. Edhe një mbledhje tjetër që do të fillonte jashtë orarit. Por për një njeri që kishte ndërtuar një perandori importesh dhe investimesh imobiliare, disa minuta pritjeje në trafikun e unazës së madhe nuk ishin gjë tjetër veç se një pushim i detyruar në mes të vorbullës së biznesit që i konsumonte ditët. Ai rregulloi kravatën e mëndafsh, duke kontrolluar në pasqyrën e makinës nëse nyja ishte e pozicionuar në mënyrë perfekte. Pamja e jashtme kishte rëndësi. Gjithmonë kishte pasur. Baba i tij, i cili kishte ardhur nga një fshat i thellë malor në vitet 70 vetëm me një valixhe dhe një ëndër, ja kishte mësuar këtë. Imazhi i suksesit tërhiqte suksesin. Respekti fitoi fillimisht me sy, pastaj me vepra. Semafori vazhdonte të ishte i kuq. Kastrioti trokiste me gishta mbi timonin prej lëkure, duke menduar për tabelën me shifra që e priste në zyrë. Zgjerimi drejt qyteteve të tjera ishte në fazën përfundimtare të miratimit. Durrësi, Vlora, Shkodra. Qytete që po rriteshin dhe që kishin nevojë për ndërmarrje të standardit të lartë. Ai e dinte saktësisht se si të përfitonte nga kjo. Atëherë e pa vajzën. Ajo u shfaq mes makinave si një fantazmë e së tashmes që këmbëngulte të injorohej. E vogël, e brish, me një fustan roz të zbehur që dikur i kishte takuar një fëmijë tjetër, ndoshta 3 a 4 të tjerëve para saj. Këmbët e zbathura shkelnin asfaltin e nxehtë me një familjaritet rrëqethës. Nuk mbante asgjë në duar. Nuk zgjaste pëllëmbën për të kërkuar lëmosh. Nuk ofronte karamele apo peceta. Vetëm ecte mes automjeteve me atë ecje të vendosur të dikujt që e njihte shumë mirë atë copë bote. Kastrioti ktheu fytyrën. Nuk ishte hera e parë që shihte fëmijë në rrugë. Tirana kishte më mira. Ai kontribuonte në institucione bamirësie, dërgonte çeqe bujare në fund të vitit për ojqtë e rekomanduara nga kontabilisti i tij. Bënte pjesën e tij, besonte në këtë. Por ta shikoje drejt për drejt, të përfshiheshe personalisht, ishte një histori tjetër. Ishte kalimi i një vije që ai kishte mësuar të mos e kalonte. Vajza, megjithatë, nuk vazhdoi përpara. U ndal pranë dritares së shoferit, e cila ishte aq pak e hapur sa për të lejuar të hynte një fije ajri më pak mbytës. Kastrioti e ndjeu shikimin e saj para se të kthente kokën. Ishte një peshë e heshtur, një prani që kërkonte vëmendje pa thënë asnjë fjalë. Kur më në fund u dorëzua dhe e shikoi, ajo që pa e çorientoi. Sytë e fëmijës ishin të mëdhenj, të zinj, shumë të thellë për dikë të asaj moshe. Nuk kishte aty pafajësinë tipike të një vajze 4, ndoshta 5 vjeçe. Kishte një kuptim, një lloj mençurie të lodhur që e bënte Kastriotin të ndihej në siklet. Sikur ajo shihte diçka tek ai që ai vetë preferonte të mos e shihte. Vajza anoi kokën lehtë anash, duke e studiuar. Kastrioti ndjeu një të dridhur t'i përshkonte qafën, pavarësisht vapës. Kishte diçka familjare në atë gjest, në atë mënyrë vëzhgimi. Por ishte e pamundur. Ai nuk e njihte atë fëmijë. Nuk e kishte parë kurrë më parë. Dhe atëherë ajo foli. Zëri ishte i hollë, por i qartë. Pa frikë, pa hezitim. Ti i ngjan babit tim. Kastrioti rahu qepallat, i sigurt se kishte dëgjuar gabim. Zhurma e trafikut, e borive të paduruara, e motorëve që shpejtonin, e gjithë kjo duhet t'i ketë shtrembëruar fjalët. Ai hapi gojen për të thënë diçka, çfarëdo që të kishte kuptim, por vajza vazhdoi dhe ajo që tha më pas bëri që bota e Kastriotit të dridhej nga themelet. Dhe emri i babit tim është i njëjtë me atë që përdorte vëllai yt. Zemra e Kastriotit filloi të rrite fort. Duart që mbanin timonin u bën papritur të ftohta, të djersitura. Një emër. Ajo kishte përmendur një emër.
Jo me zë të lartë, por në mënyrën se si e tha, në sigurinë me të cilën foli, Kastrioti e dinte saktësisht për kë po fliste. Florian Berisha. Vëllai i tij i vogël. Vëllai që nuk e shite prej 7 vjetësh. Vëllai që e kishte dëbuar nga shtëpia pas një sherri që e kishte ndarë familjen në mes. Vëllai që ishte zhdukur pa lënë gjurmë, pa dhënë shpjegime, pa një fjalë lamtumire. Kastrioti ndjeu një shtrëngim në fyt. Jo. Nuk mund të ishte. Ishte e pamundur. Floriani nuk kishte fëmijë. Nuk ishte i martuar. Bënte një jetë të çrregullt, gjithmonë i përfshirë në telashe, gjithmonë i detyrohej dikujt, gjithmonë bënte zgjedhje të gabuara. Nuk kishte se si ajo vajzë të ishte e lidhur me të. Por sytë e saj. Ata sy. Kastrioti i njihte ata sy. Ishin sytë e nënës së tij. Semafori u bë jeshil. Pas tij u dëgjua një bori e paduruar. Kastrioti nuk lëvizi. Nuk mundej. Vajza vazhdonte të ishte aty e ndalur duke e parë sikur priste diçka. Sikur e dinte se ai nuk do të largohej thjesht. Një bori tjetër. Më e lartë, më këmbëngulse. Shoferi i një taksie bëri shenjë i irrituar nga dritarja. Kastrioti mori frym thellë duke u përpjekur të rifitonte kontrollin. Duhej të shkonte. Kishte angazhime. Kishte një kompani për të menaxhuar. Nuk mund të qëndronte aty, i ndalur në mes të unazës, duke folur me një fëmijë rruge që thoshte gjëra pa kuptim. Por pastaj vajza bëri një hap prapa dhe diçka në lëvizjen e saj, në dorëzimin e atij gjesti, e bëri Kastriotin të vepronte nga instinkti. Ai hapi derën dhe doli nga makina, duke injoruar protestat e shoferëve pas tij. Semafori u bë përsëri i kuq dhe ai as nuk e vuri re. E ke njohur vëllain tim? Pyeti Kastrioti, duke u ulur në gjunjë për të qenë në nivelin e vajzës. Zëri i doli më jashpër se sa donte, i ngarkuar me një emocion që nuk arrinte ta emërtonte. Vajza pohoi me kokë, sytë e mëdhenj të ngulitur tek të tij. Ai banonte me gjyshen. Në një shtëpi të vogël atje afër kombinatit. Ai më thërriste bija ime. Kastrioti ndjeu tokën ti lëvizte. Kombinati. Një lagje në periferi, e largët, modeste, një botë krejtësisht e ndryshme nga bloku ku jetonte ai. Floriani ishte atje? Në atë vend? Për gjithë këto vite? Dhe ku është ai tani? Pyeti Kastrioti, zëri gati një pëshpërim. Vajza uli shikimin për herë të parë dhe Kastrioti pa diçka të thyej në atë maskë të pjekurisë së parakoshme. Ai iku ka kohë. Tha se do të gjente një mënyrë për t'i bërë gjërat më mirë. Por nuk është kthyer akoma. Dhimbja në zërin e fëmijës ishte e vërtet, e prekshme. Kastrioti ndjeu diçka të thyej brenda tij. Faji. Ishte faji. I rënd, i vjetër, i varrosur nën vite krenarie dhe kokfortësie. Ai e kishte dëbuar Florianin. I kishte thënë vëllait se nuk donte ta shite më, se ishte një turp për familjen, se prania e tij sillte vetëm probleme. Dhe Floriani kishte ikur. Pa diskutuar, pa u lutur. Vetëm kishte marrë çantën e tij të vjetër dhe ishte zhdukur në natën me shi të një qershori që Kastrioti nuk arriti kur ta harronte plotësisht, sado që u përpoq. Dhe tani ishte një vajzë. Një vajzë që Floriani e kishte strehuar, e kishte quajtur bi, për të cilën ishte kujdesur. Një vajzë që tani ishte vetëm, duke kërkuar ndihmë në trafikun e qytetit më të madh të vendit. Ti jeton me gjyshen tënde? Pyeti Kastrioti, ende duke përpunuar gjithçka. Jetoj. Por ajo është shumë sëmur. Nuk mund të punoj më. Ne nuk kemi shumë për të ngrënë në shtëpi. Fjalët u than pa dram, pa vetë keqardhje. Vetëm fakte. Realiteti i zhveshur i dikujt që mëson shumë herët se jeta nuk i premton asgjë askujt. Kastrioti shikoi përreth. Makinat vazhdonin të kalonin, njerëzit ndiqnin jetët e tyre, askush nuk i kushtonte vëmendje njeriut me rroba të shtrenjta, të ulur në gjunjë pranë një vajze të zbathur në mes të trafikut të Tiranës. Ai ishte i padukshëm aty dhe ajo ndjenjë ishte e çuditshme për dikë të mësuar të vijej re, të respektohej, të admirohej. Si e ke emrin? Pyeti ai. Lira. Por xhaxhi Floriani më thërriste Lira. Lira. Nofka tingëlloi familjare në veshët e Kastriotit. Nëna e tij e thërriste Florianin në Flori kur ishte i vogël.
Ajo mënyrë e dashur për të shkurtuar emrat, për të krijuar intimitet, për të transformuar fjalët në gjeste afeksioni. Dëgjo, Lira, tha Kastrioti, duke marrë një vendim që nuk e kuptonte plotësisht, por që e dinte se ishte i vetmi i mundur në atë moment. A mund të më çosh të gjyshja jote? Do të doja të flisja me të. Vajza e studioi për një moment të gjatë, sikur po vlerësonte nëse mund t'i besonte. Pastaj pohoi me kokë. Është larg. Duhet të marrim autobusin. Kastrioti pothuajse buzëqeshi përballë shqetësimit të sinqert në zërin e fëmijës. Ajo ishte e shqetësuar për të, për sa do t'i duhej të ecte, për sikletin që ai mund të ndjente. Sikur ai të mos ishte një burr i rritur plotësisht i aftë për të përshkuar qytetin. Mos u shqetëso. Do të shkojmë me makinë. Fytyra e Elirës u ndriçua për një sekondë dhe Kastrioti pa për herë të parë një shkëndijë fëminore aty. Një gëzim i pastër, i thjesht, për premtimin e një udhëtimi me makinë. Diçka që për të ishte aq banale sa të merrje frym, por që për të përfaqësonte një mrekulli të vogël. Ata hipën në Mercedes dhe Kastrioti ndezi motorin duke rregulluar GPS-in për në kombinat, ndërsa Elira u rehatua në sediljen prej lëkure sikur të ishte në një fron. Ajo prekte gjithçka me kujdes, me nderim, sytë e zgurdulluar përballë butonave, ekraneve, luksit të heshtur që rrethonte çdo centimetër të asaj hapësire. Kastrioti ngau makinën në heshtje, duke ndjekur udhëzimet e vajzës kur si nuk arrinte të identifikonte rrugicat e ngushta dhe qorsokakët pa emër. Qyteti ndryshonte rreth tyre. Ndërtesat e larta dhe me xhama i lanë vendin ndërtimeve më të ulta, më të vjetra. Rrugët u bën më të ngushta, lëvizja më kaotike. Kastrioti vuri re shikimet kurioze që makina merrte, çudinë që prania e tij shkaktonte. Ai ishte jashtë territorit të tij, në një botë që rrallë e vizitonte, që preferonte ta injoronte. Por Elira njihte çdo cep. Tregonte rrugë të shkurtra, paralajmëronte për gropa në rrugë, përshëndeste fqinjet që e njihnin edhe nga brenda makinës. Ajo i përkiste atij vendi në një mënyrë që Kastrioti nuk i kishte përkitur kur asnjë vendi. Nuk ishte pronësi. Ishte lidhje. Ishte rënjë. Kur më në fund ndaluan përballë një shtëpie të vogël, me mure të zhveshura dhe një portë hekuri të ndryshkur, Kastrioti ndjeu stomakun t'i kthehej përmbys. Aty. Floriani kishte jetuar aty. Vëllai i tij, që ishte rritur në një vilë në zonën e liçenit të thatë, që kishte studiuar në shkollë private, që kishte pasur gjithçka që parat mund të blinin, kishte zgjedhur të jetonte në atë vend. Ose ndoshta nuk kishte pasur zgjidhje. Elira zbriti nga makina dhe vrapoi te dera, duke trokitur me entuziazëm. Gjyshe. Gjyshe. Kam sjell një vizitë. Dera u hap ngadalë dhe një grua e moshuar u shfaq. Duhet të ishte rreth të 70-tave, ndoshta më shumë. Fytyra e shënuar nga rrudha të thella, flokët e thinjur të mbledhur në një topuz të lirshëm, shpatullat e kërrusura nga pesha e viteve të vështira. Ajo kishte veshur një robdishan të vjetër dhe shapka. Sytë, megjithatë, ishin të gjallë, të vëmendshëm dhe u zgjeruan kur pan Kastriotin të zbriste nga makina. Nëna Zana, pyeti Kastrioti, duke u afruar. Gruaja nuk u përgjigj menjëherë. Qëndroi aty e palvizur, duke e studiuar, dhe Kastrioti pa momentin e saktë kur ajo e njohu. Jo atë personalisht, por mbiemrin, prejardhjen, rrobat që shënonin origjinën e tij. Ti je vëllai i Florianit, tha ajo. Nuk ishte një pyetje. Jam. Kastriot Berisha. Nëna Zana bëri një hap prapa, dora i shtrëngonte dorezën e derës sikur të kishte nevojë për mbështetje. Hyr. Mendoj se kemi shumë për të folur. Kastrioti hyri në shtëpinë e vogël dhe era e mykut e përzier me çaj bimor i pushtoi hundët. Brendësia ishte edhe më modeste se sa e kishte imagjinuar. Një dhomë e vogël me një divan të grisur, një televizor të vjetër, mure me lagështirë. Por kishte pastërti, kishte rregull. Kishte dinjitet në atë hapësirë, sado e pasigurt të ishte. Elira u zhduk në një nga dhomat dhe Kastrioti mbeti vetëm me nëna Zanën, e cila u ul në divan me një pëshertim të lodhur. Kur nuk kam menduar se do të shija dik nga familja Berisha këtu, tha ajo, me zë të ngjirur. Floriani gjithmonë thoshte se ju e kishit harruar. Kastrioti ndjeu akuzën në fjalët e saj, edhe pse ato ishin thënë pa zemërim. Nuk e dija ku ishte. Pasi u largua nga shtëpia, humbëm kontaktet. Nëna Zana qeshi hidhur. Ai nuk u largua.
Ti e dëbove. Fjalët ranë sigur në heshtjen e dhomës. Kastrioti gëlltiti pështymën. Nuk kishte si ta mohonte. Nuk kishte si ta zbuste atë që kishte bërë. Ne u grindëm. Ai ishte i përfshirë në gjëra të gabuara. U detyroi para njerëzve të rrezikshëm. Po vinte familjen në rrezik. Ai po përpiqej të shpëtonte kompaninë tënde, kundërshtoi nëna Zana, zëri i saj fitoi forcë. Ai zbuloi se kontabilisti juaj po vidhte para. U përpoq të tregonte, por ti nuk deshe të dëgjoje. Preferove të besoje gënjeshtrat që gruaja jote dhe ortakët e tu përhapnin për të. Kastrioti ndjeu botën të rrotulloi. Kontabilisti. Mikel Hoxha. Njeriu që punonte për familjen prej 15 vjetësh, që ishte praktikisht pjesë e kompanisë, që kishte akses në gjithçka. Floriani kishte prova, vazhdoi nëna Zana. Dokumente, fatura. Por para se të arrinte të ti tregonte, ti e dëbove. Dhe ai erdhi këtu, në shtëpinë time, sepse nuk kishte ku të shkonte tjetër. Kastrioti u fundos në divan, këmbët i dridheshin. Gjithçka kishte kuptim tani. Akuzat që Floriani kishte bërë në sherrin e fundit. Fjalët e dëshpëruara që Kastrioti i kishte injoruar, i sigurt se ishin vetëm justifikime të një vëllai të papërgjegjshëm që përpiqej të largonte vëmendjen nga gabimet e tij. Po vajza, pyeti Kastrioti, zëri i dilte i dobët. Elirën e gjeti Floriani në një park këtu afër, të braktisur brenda një kutie kartoni. Ishte vetëm disa muajshe. Ai nuk mundi ta linte aty. E solli në shtëpi, e regjistroi si bien e tij. U kujdes për të sikur të ishte gjaku i tij. Ajo vajzë ishte arsyeja pse ai qëndroi në këmbë kur gjithçka u shem. Kastrioti shikoi korridorin ku ishte zhdukur Elira. Vëllai i tij kishte një bi. Jo nga gjaku, por nga zgjedhja. Dhe e kishte dashur aq shumë sa të hiqte dorë nga gjithçka për të. Ku është Floriani tani? Pyeti Kastrioti. Nëna Zana hezitoi dhe Kastrioti pa frikë në sytë e saj. Ai është gjallë. Por nuk mund të kthehet akoma. Ka njerëz që duan t'i bëjnë keq për shkak të atyre dokumenteve. Ai po punon si shofer kamioni, udhëton nëpër Shqipëri, duke mbledhur para për të na larguar nga këtu. Por po vonohet më shumë se sa ishte planifikuar. Kastrioti mbylli sytë. Vëllai i tij ishte gjallë. Po luftonte. Po përpiqej të kthehej. Dhe ai kishte dështuar me Florianin në mënyrën më të keqe të mundshme. Dua të ndihmoj, tha Kastrioti, duke hapur sytë dhe duke parë nëna Zanën. Më lejoni të ndihmoj. Mund ta marr Elirën me vete, të siguroj që ajo të ketë gjithçka që i nevojitet. Mund të paguaj trajtimin tuaj, zonjë. Mund ta gjej Florianin dhe ta sjell atë përsëri. Nëna Zana e studioi për një moment të gjatë dhe pastaj tundi kokën. Ndihma jote ka një çmim shumë të lartë, zoti Berisha. Floriani më ka treguar si është familja jote. Si gruaja jote i trajton ata që i konsideron inferior. Si ortakët e tu shkelin këdo që u pengon biznesin. Elira nuk do të përdoret si një gurshahu për të lehtësuar fajin tënë. Fjalët e dogjën, por Kastrioti e dinte se ishin të drejta. Nuk dua ta përdor. Dua vetëm të bëj atë që është e drejtë. Dhe çfarë është e drejtë? Pyeti nëna Zana, duke u përkulur përpara. Ta marrësh në vilën tënde dhe ta prezantosh si mbesën tënde? Gruaja jote do ta pranojë? Miqtë e tu do ta respektojnë? Apo do të jetë vetëm një fëmijë tjetër i zhvendosur, pa i përkitur asnjë vendi? Kastrioti nuk kishte përgjigje. Sepse ajo kishte të drejtë. Jona, gruaja e tij, nuk do ta pranonte kurrë. Ajo mezi i duronte mbesat e saj kur vinin për vizitë. Një fëmijë i adoptuar me origjinë të panjohur i ardhur nga periferia? Do të ishte një luftë. Por ai nuk mund të largohej thjesht. Jo pasi mësoi të vërtetën. Jo pasi shikoi në sytë e Elirës dhe pa nënën e tij, vëllain e tij, njerëzillkun e tij të harruar. Atëherë më lejoni të paktën të siguroj që ju të keni atë që ju nevojitet. Ushqim, ilaçe, një çati të sigurt. Nuk duhet të jetë për gjithmonë. Vetëm derisa të kthehet Floriani. Nëna Zana pshërtiu, lodhja ia pushtoi fytyrën. Mund të ndihmosh. Por jo me para. Me të vërtetën. Floriani më la një kuti me dokumente. Prova të asaj që bëri kontabilisti.
Nëse ti çon këto tek autoritetet, nëse i pastron emrin, ndoshta ai mund të kthehet. Ndoshta ne mund të jetojmë në paqe. Kastrioti pohoi me kokë, duke ndjerë diçka të zgjohej brenda tij. Një vendosmëri që nuk e ndjente prej vitesh. Ku janë dokumentet? Nëna Zana u ngrit me vështirësi dhe shkoi te një dollap i vjetër në cep të dhomës. Nga brenda, nxori një kuti këpucësh të lidhur me spango. Ja dorëzoi Kastriotit me duar të dridhura. Ki kujdes. Këta njerëz janë të rrezikshëm. Floriani gati humbi jetën për këtë. Kastrioti mori kutin duke ndjerë peshën e saj në duar. Nuk ishte vetëm karton dhe letër. Ishte shansi për shpengim. Ishte mundësia për të rregulluar atë që ai kishte thyer. Do ta rregulloj këtë, premtoi ai. Do ta sjell Florianin përsëri. Do të vë drejtësi. Nëna Zana e shikoi në sy dhe për herë të parë, Kastrioti pa diçka përtej mosbesimit aty. Shpresoj, Zoti Berisha. Sepse kjo vajzë ka humbur shumë. Dhe nëse ti dështon me të siç dështove me vëllain tënd, do të duhet të përgjigjesh për këtë. Jo para meje, por para vetes tënde. Kastrioti doli nga ajo shtëpi duke mbajtur më shumë se një kuti. Mbante peshën e 7 viteve krenari, heshtjeje, zgjedhjesh të gabuara. Por për herë të parë pas shumë kohësh, ndjente se kishte një rrugë përpara. Të vështirë, plot pengesa. Por një rrugë që ja vlente ta përshkoje. Ndërsa kthehej në realitetin e tij të rokaqieve dhe mbledhjeve, Kastrioti shikoi në pasqyrën e makinës për herë të fundit. Elira ishte te dera, duke i bërë me dorë. Dhe ai u betua vetes se nuk do ta braktiste atë fëmijë. Jo siç kishte braktisur vëllain e tij. Këtë herë do të bënte ndryshe. Këtë herë do të bënte gjën e duhur. Historia e Kastriot Berishës sapo kishte filluar të shpalosej, dhe sekretet që ajo kuti ruante ishin gati të ndryshonin gjithçka që ai dinte për jetën e tij. Nata kishte rënë mbi Tiranë kur Kastrioti më në fund parkoi makinën në garazhin e apartamentit të tij luksos në blok. Dritat automatike u ndezën duke ndriçuar hapësirën e patëmet ku 4 automjete të tjera luksoze pushonin si trofe të një jete të suksesshme. Ai qëndroi për një moment duke mbajtur timonin, duke parë kutinë e këpucëve në sediljen e pasagjerit sikur ajo mund të shpërthente në çdo çast. Dokumente. Prova. Të vërteta të varrosura që Floriani ishte përpjekur t'i zbulonte dhe që i kushtuan vendin e tij në familje. Kastrioti mori frym thellë, mori kutinë dhe doli nga makina. Hapat e tij kumbuan në betonin e lëmuar ndërsa ecte drejt ashensorit privat. Ngjitja në katin e 12 ishte e heshtur, vetëm tingulli i butë i muzikës së ambientit që ai as nuk e vinte re më nga që ishte mësuar. Dyert u hapën direkt në dhomën e ndenjes së apartamentit. Gjithçka aty merrte frym elegancë të llogaritur. Mobilje me dizajn italian, piktura të artistëve bashkëkohor të zgjedhura me kujdes nga një kurator, dysheme mermeri travertin që reflektonte dritën e llampadarëve prej kristali. Ishte e bukur. Ishte e përsosur. Ishte absolutisht pa shpirt. Jona ishte ulur në divanin e bardhë, duke shfletuar një revistë dekorimi me një gotë verë të bardhë në dorë. Ajo ngriti sytë kur hyri Kastrioti dhe fytyra e saj e grimuar në mënyrë të përsosur u rrudh në një shprehje mosmiratimi. I e vonë. Humb darkën me familjen Gashi. Roberti ishte i interesuar të fliste për projektin e Vlorës. Kastrioti vendosi kutinë mbi një komodin xhami në hyrje, duke hequr xhaketën me lëvizje mekanike. Pata një të papritur. Jona piu një glënjë verë, sytë e saj përshkuan Kastriotin nga kokat e këmbët. Çfarë lloj të papriture të bën të kalosh gjithë ditën jashtë pa ju përgjigjur telefonatave të mia? Një fëmijë. Përgjigjja doli para se Kastrioti të mund ta filtrojë. Jona rahu qepallat, e hutuar. Si kështu, një fëmijë? Kastrioti ju afrua barit duke i shërbyer vetes një whisky. I duhej diçka e fortë për bisedën që do të kishte. Gjeta një vajzë në trafik sot. Një vajzë që thotë se është bija e Florianit. Heshtja që pasoi ishte e dendur, e rëndë. Kastrioti u kthye dhe pa fytyrën e Jonës të ngurtësohej, buzët të shtrëngoheshin në një vit të hollë. Floriani, përsëriti ajo, çdo rrokje e ngarkuar me përbuzje. Vëllaju që u zhduk para vitesh dhe që ishte një barë për këtë familje? Kastrioti shtrëngoi gotën me forcë. Ai nuk ishte një barë.
Ai po përpiqej të na paralajmëronte për mashtrime në kompani. Jona qeshi thatë, pa humor. Mashtrime? Kastriot, vëllai yt ishte një dështar. Pinte shumë, shoqëroi me njerëz të gabuar, jetonte duke kërkuar para borxh. Bëre gjën e duhur duke e dëbuar. Mos eja tani me këtë histori shpengimi vetëm sepse një rrugaçe do si do u shfaq duke thënë se është e afërme. Mënyra se si Jona tha rrugaçe bëri që diçka brenda Kastriotit të tensionohej. Ai piu një glënjë të gjatë whisky duke lënë lëngun t'i diqte fytin. Ajo është një fëmijë. Një fëmijë që Floriani e strehoi dhe e rriti. Dhe unë kam prova për atë që ai përpiqej të na tregonte. Ai tregoi me gisht kutin. Jona e shikoi sikur të ishte diçka e kontaminuar. Prova për çfarë? Që Mikeli po vinte para nga kompania prej vitesh. Që ai falsifikoi dokumente për të fajsuar Florianin. Që ne dëbuam një të pafajshëm ndërsa strehonim një hajdut. Jona u ngrit duke vendosur gotën mbi tavolinën e kafes me më shumë forcë se sa duhej. Kjo është qesharake. Mikeli punon për familjen tënde prej vitesh. Ai është i besueshëm. Është efikas. Je i gatshëm të shkatërosh reputacionin e një punonjësi besnik për shkak të disa letrave të vjetra që vëllai yt dështak ka lënë pas? Kastrioti bëri një hap drejt gruas së tij dhe kishte diçka të re në sytë e tij. Një ashpërsi që Jona nuk ishte mësuar ta shite. Do të hetoj. Do të shkoj deri në fund të kësaj. Dhe nëse është e vërtet, do të korrigjoj gabimin që kam bërë. Jona kryqëzoi krahët, qëndrimi i saj u bë mbrojtës. Po ky fëmijë? Çfarë ke ndërmend të bësh me të? Ta ndihmoj. Të siguroj që të ketë atë që i nevojitet derisa të kthehet Floriani. Sytë e Jonës u ngushtuan. Të kthehet? Ai është gjallë? Është. Punon si shofer kamioni. Nuk mund të kthehej sepse ka frikë nga hakmarrja. Jona bëri disa hapa nëpër dhomë, takat e larta trokisnin në mermer. Kastrioti e njihte mjaftueshëm mirë për të ditur se ajo po llogariste, mendonte, planifikonte lëvizjen e saj të radhës. Dëgjoj mirë, Kastriot, tha ajo, duke u kthyer për ta parë. Unë nuk u martova me ty për t'u bërë punonjëse sociale e vëllezërve të zhdukur dhe fëmijëve të tyre të rrugës. Ne kemi ndërtuar një jetë këtu. Një reputacion. Ti je i respektuar në mjedisin e biznesit. Ke kontrata milionëshe në proces. Dhe tani do të hedhësh gjithçka poshtë për çfarë? Për faj? Për sentimentalizëm të lirë? Nuk është sentimentalizëm. Është drejtësi. Jona qeshi dhe tingulli ishte i ftohtë. Drejtësi? Kastriot zgjohu. Bota nuk funksionon me drejtësi. Funksionon me pushtet, para dhe influencë. Gjëra që ti ke dhe që vëllai yt nuk i pati kurrë. Nëse fillon të gërmosh në këtë histori, do të krijosh armiq. Mikeli ka kontakte. Ka informacione për shumë njerëz. Mendon se ai do të qëndrojë duar kryq ndërsa ti akuzon? Atëherë është e vërtet, tha Kastrioti, dhe nuk ishte një pyetje. Ti e dije. E dije që Mikeli po vite. Jona hezitoi për një fraksion sekonde, por ishte kohë e mjaftueshme që Kastrioti të shihte të vërtetën. E dija që kishte parregullsi. Por gjithashtu e dija që Mikeli ishte i dobishëm. Ai i njeh të gjitha rrugët e shkurtra, të gjitha boshllëqet ligjore. Fal ti ke kursyer miliona në taksa. Ke fituar tender që nuk do t'i fitoje. Pra po, ndoshta ai ka shërbyer pak vetes në proces. Por cili është problemi? Të gjithë fitojnë. Kastrioti ndjeu tokën të hapej nën këmbët e tij. Gruaja e tij. Gruaja me të cilën ndante jetën prej 10 vjetësh. Ajo e dinte. Ajo ishte bashkëpunëtore. Po Floriani, pyeti Kastrioti, zëri i dilte i ulët, i rrezikshëm. E dije që ai po përpiqej ta ekspozonte këtë? Jona ktheu fytyrën, por jo para se Kastrioti të shihte përgjigjen në sytë e saj. Ti ishe ajo që e binde Mikelin të vendoste prova kundër ti. Ti ishe ajo që përhapi thashe themet për borxhet e Bixhosit për përfshirjen me Fajdexhin. Ti e shkatërrove vëllain tim. Jona u rrotullua për ta parë dhe tani nuk kishte më maska. Unë mbrojta martesën tonë. Floriani do të shkatëronte gjithçka.
Do të ekspozonte operacione që përfitojnë gjysma e biznesmenëve të këtij qyteti. Ti do të hetoheshe, do të ndiqeshe penalisht, ndoshta edhe do të burgoseshe. Unë bëra atë që duhej bërë për të na mbrojtur. Kastrioti ndjeu zemërimin të ngrijej, i nxehtë dhe i pakontrollueshëm. Por bashkë me të vinte diçka më e ftohtë, më përfundimtare. Zhgënjim. Gruaja që ai donte, ose mendonte se donte, ishte një e huaj. Ndoshta gjithmonë kishte qenë. Largohu, tha ai. Jona rahu qepallat, e befasuar. Çfarë? Largohu nga shtëpia ime. Tani. Jona qeshi, por kishte nervozizëm në tingull. Nuk po flet seriozisht. Kastriot, je i lodhur, i hutuar. Le të flem dhe nesër flasim me qetësi. Nuk kam folur kur kaq seriozisht në jetën time. Ke kohë deri nesër në mëngjes të bësh valixhet dhe të largohesh. Do t'i telefonoj avokatit tim sonte. Dua divorcin. Fytyra e Jonës u zbe dhe pastaj u skuq nga zemërimi. Do të pendohesh për këtë. Unë di gjëra, Kastriot. Gjëra që mund të shkatërrojnë. Mund ta bëj jetën tënde ferr. Kastrioti ngriti supet dhe kishte një lehtësi të çuditshme në gjestin e tij. Bëj çfarë të duash. Por nuk do të jetë më keq se të kalosh edhe një ditë të martuar me dikë që tradhtoi vëllain tim, që manipuloi familjen time, që i interesojnë vetëm paratë dhe pamja e jashtme. Jona mori çantën me një lëvizje të prerë, fytyra e shtrembëruar nga tërbimi. Do të humbasësh gjithçka. Kompanin, reputacionin, miqt. Gjithçka. Dhe për çfarë? Për një vëlla dështak dhe një fëmijë që as nuk është i yti. Ndoshta, u përgjigj Kastrioti. Por do të flej i qetë për herë të parë pas vitesh. Jona doli duke përplasur derën dhe tingulli kumbonte nëpër apartamentin bosh. Kastrioti qëndroi aty vetëm në mes të asaj dhome të përsosur dhe pa jetë, duke mbajtur gotën e tij të uiskit. Duhej të ndjente trishtim, pendim. Por gjithçka që ndjente ishte lehtësim. Ai eci drejt balkonit duke parë qytetin e ndriçuar poshtë. Tirana pulsonte, indiferente ndaj dramave personale të miliona banorëve të saj. Diku aty, Elira po flinte në një shtëpi të vogël, duke ëndërruar për një baba që nuk kthehej. Në ndonjë rrugë të humbur, Floriani ngiste kamionin e tij, duke menduar për bien që kishte lënë pas. Dhe ai, Kastriot Berisha, ishte gati të shkatërronte gjithçka që kishte ndërtuar. Por për herë të parë, kjo nuk dukej si një tragjedi. Dukej si një çlirim. Ditët në vijim ishin një vorbull. Kastrioti punsoi avokatët më të mirë, auditues të pavarur, hetues privat. Kutia që kishte lënë Floriani ishte një minier ari informacioni. Tabela që tregonin shpërdorime që arrinin gati në 2 milion euro gjatë 7 viteve. Kontrata false. Fatura të falsifikuara. Llogari offshore. Mikel Hoxha nuk ishte vetëm një kontabilist i pandershëm. Ishte pjesë e një rjeti më të madh që përfshinte politikan, biznesmen të tjerë, inspektor të korruptuar. Kastrioti e dinte se duke hapur atë kuti të Pandorës do të shpallte luftë. Dhe kishte të drejtë. 2 javë pas fillimit të hetimeve, sulmet filluan. Artikuj në blogje të specializuara që vinin në dyshim shëndetin financiar të kompanive të tij. Thashe theme për auditim fiskal. Ortak të vjetër që largoheshin, kontrata që rivlerësoheshin. Jona e kishte përmbushur kërcënimin e saj. Ajo kishte nxjerrë informacione, kishte shtrembëruar fakte, kishte përdorur të gjitha kontaktet që kishte për të njollosur reputacionin e Kastriotit. Divorci po zhvillohej në mënyrë të ndyrë, me të që kërkonte gjysmën e gjithçkaje dhe kërcënonte të bënte publike çdo detaj intim të jetës së çiftit. Por Kastrioti nuk u tërhoq. Për herë të parë në jetë, po luftonte për diçka më të madhe se fitimi. Po luftonte për të vërtetën. Për drejtësi. Për shpengim. Ai vizitonte Eliren dhe nëna Zanën 2 herë në javë, duke u çuar ushqime, duke paguar faturat e dritave dhe ujit, duke siguruar që zonja të kishte akses te mjekët më të mirë. Elira filloi ta shihte me më pak mosbesim, dhe pak nga pak, ata sy të thellë dhe të trishtuar filluan të shkëlqenin me diçka që mund të ishte shpresë. Një pasdite, ndërsa Kastrioti ndihmonte nëna Zanën të rregullonte ilaçet, Elira u afrua me një vizatim. E bëra këtë për ty, tha ajo, duke i zgjatur letrën. Ishte një vizatim i thjesht, i bërë me lapsa me ngjyra tashmë të harxhuar.
Tregonte 3 njerëz të kapur për dorë. Një fëmijë në mes, një burr në secilën anë. Mbi ta, një diell i verdhë dhe i çrregull. Kush janë këta njerëz? Pyeti Kastrioti, zëri i dridhej. Është babi Floriani, unë dhe ti, sepse gjyshja tha që ti po na ndihmon. Dhe kush ndihmon është edhe familje. Kastrioti e mbajti vizatimin me kujdes, sikur të ishte objekti më i çmuar në bollë. Ndjeu syt t'i digjinin dhe nuk u turpërua nga lotët që filluan të binin. Nëna Zana i vuri një dorë në shpatull. Po bën gjën e duhur, tha ajo me zë të ulët. Floriani do të ishte krenar. Kastrioti pohoi me kokë, pa mundur të fliste. E ruajti vizatimin e Elirës në portofol, aty ku më parë mbanin vetëm karta krediti dhe kartëmonedha. Tani kishte diçka më të vlefshme. Kishte afeksion. Kishte kuptim. 3 muaj pas takimit në semafor, hetimet filluan të jepnin fryte. Policia e shtetit hapi hetim kundër Mikel Hoxhës dhe të tjerëve të përfshirë në skem. Shtypi filloi të mbulonte rastin. Kastriotit ju desh të dëshmonte, të shpjegonte se si ishte mashtruar, të tregonte provat që vëllai i tij kishte mbledhur. Ishte poshtëruese. Ishte e ekspozuar. Por ishte e ndershme. Dhe në mes të gjithë kësaj, erdhi lajmi që ai më së shumti priste dhe më së shumti i frikësoi. Floriani ishte lokalizuar. Ishte në një pikë karburanti afër Shkodrës, i shtruar në spitalin e qytetit pas një aksidenti me kamion. Asgjë serioze, vetëm fraktura në krah dhe mavijosje. Por ai ishte atje. I gjallë. Real. I arritshëm. Kastrioti nuk mendoi 2 herë. Mori makinën dhe nga u qindra kilometra që e ndanin nga vëllai. Nëna Zana nuk mund të vinte për shkak të shëndetit, por Elira shkoi me të, e ulur në sediljen e pasme, duke kënduar me zë të ulët këngë që Floriani ja kishte mësuar. Spitali ishte i thjeshtë, publik, me mure që kishin nevojë për lyerje dhe korridore që mbanin erë dezinfektuesi të fortë. Kastrioti përshkoi ato hapësira me Elirën të ngjitur pas tij, dora e vogël që mbante të tijen me forcë. Kur arritën në dhomë, Kastrioti u ndal te dera. Përmes xhamit pa një burr të shtrirë në shtrat, krahun në allçi, fashën në fytyrë. Ishte më i dobët se sa e mbante mend, me mjekër të paruar dhe rrath të zinj poshtë syve. Por ishin të njëjtët sy. Të njëjtët sy të nënës së tyre. Të njëjtët sy të Elirës. Floriani. Elira nuk priti. Lëshoi dorën e Kastriotit dhe vrapoi brenda në dhomë, duke u hedhur në shtrat me kujdes dhe duke përqafuar Florianin me gjithë forcën që lejonin krahët e saj të vegjël. Babi. Babi, u ktheve. Floriani e përqafoi me krahun e shëndosh, duke mbyllur syt, fytyra ju shtrembërua nga emocioni. Qau. Qau siç Kastrioti nuk kishte parë kur një burr të qante. Qau vite mungese, frike, malli. Dhe pastaj Floriani ngriti shikimin dhe pa Kastriotin të ndalur te dera. 2 vëllezërit u pan në sy përmes asaj hapësire të vogël që dukej si një humner. Kastrioti pa habi në sytë e Florianit, pastaj mosbesim, pastaj diçka që mund të ishte lëndim. Por poshtë gjithë kësaj, kishte diçka më shumë. Kishte njohje. Kishte, ndoshta, falje. Kastrioti bëri një hap brenda në dhomë. Pastaj një tjetër. Derisa u gjend pranë shtratit, duke parë poshtë vëllain që kishte braktisur, që kishte akuzuar, me të cilin kishte dështuar. Më vjen keq, tha Kastrioti, dhe zëri i tij ishte vetëm një pëshpërim. Më vjen keq që nuk të besova. Që të dëbova. Që u vonova kaq shumë për të zbuluar të vërtetën. Floriani e studioi për një moment të gjatë. Elira u mbështet në gjoksin e tij, duke vëzhguar 2 burrat me sy të vëmendshëm. Ti je këtu tani, tha më në fund Floriani. Dhe kjo është ajo që ka rëndësi. Fjalët ishin të thjeshta, por mbanin falje. Mbanin një shans të ri. Mbanin mundësinë e rindërtimit. Kastrioti u ul në karrigen pranë shtratit dhe filloi të tregonte gjithçka. Hetimet, divorcin, rënien e Mikel Hoxhës, rrjetin e korrupsionit që po çmontohej. Floriani dëgjonte në heshtje, duke përpunuar, her pas here duke tundur kokën në mosbesim. Ke humbur gjithçka për shkakun tim, tha Floriani kur Kastrioti mbaroi. Kastrioti buzëqeshi, dhe ishte një buzëqeshje e vërtetë. Nuk humba. Gjeta. Gjeta atë që ka vërtet rëndësi.
Elira hapi gojen për të gogësirë dhe Floriani e mbështolli më mirë pranë vetes. Çfarë do të ndodh tani? Pyeti ai. Kastrioti mori frym thellë. Tani ti do të shërohesh. Do të kthehemi në Tiranë së bashku. Do të ndihmoj të pastrosh emrin tënd zyrtarisht. Dhe pastaj do të rindërtojmë. Të tre. Si familje. Floriani mbylli sytë dhe një lot i vetmuar i rëshiti në përfytyrë. Nuk të meritoj si vëlla. Kastrioti zgjati dorën dhe kapi të Florianit. Të dy meritojmë një shans të dytë. Dhe do ta shfrytëzojmë. Elira ra në gjumë aty, e strukur mes dy burrave që donte. Dhe në atë dhomë të thjesht spitali, në dritat fluoreshente dhe erën e ilaçeve, 3 shpirtra të lënduar filluan më në fund të shëroheshin. Rruga përpara do të ishte e vështirë. Kastrioti e dinte këtë. Ende kishte betejë ligjore, ende kishte humbje financiare, ende kishte gjykime sociale. Por për herë të parë pas vitesh, ai nuk ishte vetëm. Kishte një vëlla. Kishte një mbes. Kishte një familje. Dhe kjo vlente më shumë se çdo perandori që ai mund të ndërtonte. Kur dolën nga spitali 3 ditë më vonë, me Florianin që ende çalonte por buzëqeshte, Kastrioti shikoi prapa për herë të fundit. Aty mbetej njeriu që kishte qenë. Biznesmeni i ftohtë, llogaritës, që maste gjithçka në fitim dhe humbje. Tani, ai ishte një person tjetër. Ende nuk e dinte saktësisht kush. Por ishte i emocionuar për ta zbuluar. Dhe ndërsa ktheheshin në Tiranë, me Elirën që këndonte në sediljen e pasme dhe Florianin pranë tij, Kastrioti ndjeu diçka që nuk e ndjente që fëmijë. Ndihej në shtëpi. Kthimi në Tiranë shënoi fillimin e një faze të re, por nuk ishte tranzicioni i butë që Kastrioti kishte imagjinuar. Realiteti trokiti në derë që ditën e parë, kur Floriani, ende duke u rikuperuar nga frakturat, u gjen ballë për ballë me apartamentin e Kastriotit në blok. Nuk ishte më apartamenti luksos. Kastrioti e kishte shitur atë si pjesë e marrëveshjes së divorcit me Jonën. Tani jetonte në një apartament më të vogël, me 3 dhoma, në një pallat më të vjetër por ende komod. Nuk kishte luksin e tepruar të mëparshëm, por kishte diçka më të rëndësishme, ishte i ndershëm. Çdo mobilje aty ishte blerë me para të pastra, çdo faturë e paguar me punë të denjë. Floriani u ndal në hyrje, duke parë përreth me një shprehje të kujdesshme. Kastrioti e vuri re sikletin e vëllait dhe e kuptoi. 7 vjet ishin shumë kohë. Plagët ishin ende aty, të shëruara nga jashtë, por të dhimbshme nga brenda. Dhoma jote është ajo në të majtë, tha Kastrioti, duke treguar korridorin. Elira do të qëndroj në dhomën ngjitur. E imja është në fund. Floriani pohoi me kokë, por nuk lëvizi. Elira, më pak e prekur nga tensionet e heshtura mes të rriturve, tashmë kishte vrapuar për të eksploruar apartamentin, e qeshura e saj kumbonte nëpër dhoma. Nuk e di nëse mund ta bëj këtë, tha Floriani me zë të ulët. Kastrioti u kthye për ta parë. Të bësh çfarë? Të jetoj këtu. Me ty sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Kastrioti mori frym thellë, duke zgjedhur fjalët me kujdes. Unë nuk po shtirem sikur nuk ka ndodhur asgjë. Ka ndodhur. Dhe ishte e tmerrshme. Por nuk mund ta ndryshojmë të kaluarën. Mundemi vetëm të përpiqemi të ndërtojmë një të ardhme të ndryshme. Floriani qeshi hidhur. Ti flet sikur të ishte e lehtë. Sikur mund t'i fshish thjesht vitet e lëndimit me qëllime të mira. Nuk është e lehtë, pranoi Kastrioti. Dhe unë nuk po të kërkoj të fshish asgjë. Po të kërkoj vetëm një shans për të provuar se kam ndryshuar. Se kam mësuar. Se nuk jam më njeriu që të dëboj nga ajo shtëpi. Floriani e studioi për një moment të gjatë dhe pastaj psheretiu. Në rregull. Do të provojmë. Për lirën. Ajo meriton të ketë një familje të vërtetë. Kastrioti pohoi me kokë, duke e ditur se kjo do të duhej të mjaftonte për momentin. Besimi nuk rifitohej brenda një dite. Por çdo hap i vogël kishte rëndësi. Ditët e para ishin të çuditshme. Floriani kalonte pjesën më të madhe të kohës në dhomë, duke dalë vetëm për vaktet dhe për të luajtur me Elirën. Kastrioti përpiqej t'i jepte hapësirë, por gjithashtu kërkonte mundësi për të biseduar, për t'u rilidhur. Zbuloi se Florianit i pëlqente të gatuante, diçka që ai nuk e dinte.
Vëllai përgatiste pjata të thjeshta por të shijshme, me erza që i kishte mësuar nga nëna Zana, receta që flisnin për vite të jetuara me pak, por duke e bërë të mjaftueshme. Një natë, Kastrioti hyri në kuzhinë dhe gjeti Florianin duke përgatitur një pulë të zier me perime. Aroma ishte ngushëlluese, shtëpiake, e ndryshme nga vaktet e restoranteve të shtrenjta me të cilat Kastrioti ishte mësuar. Mund të ndihmoj? Pyeti Kastrioti. Floriani hezitoi, pastaj tregoi patatet. Mund t'i qërosh këto. Ata punuan krah për krah në heshtje, vetëm tingulli i thikave kundër dërasave të prerjes mbushte hapësirën. Ishte e çuditshme dhe familjare në të njëjtën kohë. Kastriotit ju kujtua kur ishin fëmijë, duke ndihmuar nënën në kuzhinë të dielave. Para se gjithçka të komplikojë. Para parave, ambicieve, tradhtive. E di, tha Floriani papritur, pa i hequr syt nga tenxheria. Kur isha në rrugë duke ngarë atë kamion ditë e natë, mendoja shumë për ty. Kastrioti ndaloi së qëruari duke pritur. Mendoja se sa të afërt ishim kur ishim fëmijë. Si ti gjithmonë më mbroje në shkollë. Si premtuam se do të ishim ortak një ditë, se do të ndërtonim diçka së bashku. Zëri i Florianit u dridh dhe ai ndaloi për të marrë frym thellë. Dhe pastaj mendoja se si gjithçka u shem. Si ti besove gënjeshtrat. Si më dëbove pa më dhënë asnjë shans të shpjegohesha. E di, tha Kastrioti, faji i rëndonte në fjalët e tij. Unë isha gabim. Plotësisht gabim. Floriani u kthye për ta parë dhe kishte lot në sytë e tij. E di cila ishte më e keqja? Nuk ishte të dëbohesha. Nuk ishte të humbisja vendin tim në kompani. Ishte të humbisja vëllain tim. Ishte të ndjeja se gjithçka që kishim ndërtuar së bashku, të gjitha ato premtime të fëmijërisë, nuk kishin asnjë vlerë. Kastrioti la thikën dhe bëri një hap drejt Florianit. Kishin vlerë. Kan vlerë. Unë nuk duhej të dyshoja kur tek ti, nuk duhej të zgjidhja kur parat, kompanin, krenarin në vend të teje. Dhe do të kaloj pjesën tjetër të jetës sime duke u përpjekur ta kompensoj këtë. Floriani mbylli syt dhe lotët i rodhen lirshëm. Unë doja vetëm vëllain tim përsëri. Kastrioti e përqafoi atëherë dhe Floriani nuk rezistoi. Të dy qëndruan aty në kuzhinën modeste të atij apartamenti, duke qarë vite dhimbjeje, ndarjeje, fjalësh të pathëna. Elira u shfaq te dera, pa dy burrat të përqafuar dhe pa e kuptuar plotësisht, por duke ndjerë rëndësinë e momentit, vrapoi dhe i përqafoi edhe ajo, duke krijuar një rreth të vogël afeksioni dhe shpengimi. Ajo natë shënoi një pikë kthese. Bisedat u bën më të lehta. Buzëqeshjet më të shpeshta. Floriani filloi të tregonte histori nga rruga, për njerëzit që kishte takuar, për vendet që kishte vizituar. Kastrioti fliste për kompaninë, për sfidat që po përballonte për të rindërtuar reputacionin e tij, për proceset gjyqësore që ende vazhdonin. Por problemet nuk ishin zhdukur. Jona vazhdonte ta bënte divorcin sa më të dhimbshëm të ishte e mundur. Ajo kërkonte shuma absurde, pretendonte se kishte të drejtë në gjysmën e gjithçkaje, përfshirë kompanitë që tashmë po falimentonin për shkak të skandalit. Avokatët konsumonin para që Kastrioti nuk i kishte më me bollë. Dhe pastaj erdhi goditja më e rëndë. Mikel Hoxha, duke kuptuar se do të burgosej, vendosi të merrte edhe të tjerë me vete. Ai filloi të bashkëpunonte me drejtësinë, duke zbuluar skema që shkonin shumë përtej asaj që Kastrioti imagjinonte. Dhe në mes të këtyre zbulimeve, lëshoi një bombë. Një pjesë e parave të shpërdoruara ishte përdorur në fushata politike, në rishfete për inspektor, në suborne për tender. Dhe megjithse Kastrioti nuk e dinte, megjithse nuk e kishte autorizuar kur, emri i tij ishte në disa dokumente. Në nënshkrime të falsifikuara, por që dukeshin reale. Mikeli e kishte mbrojtur veten gjatë viteve, duke krijuar një rrjet përgjegjësisht të përbashkëta për të siguruar që, nëse binte, do të merrte edhe të tjerë me vete. Lajmi erdhi përmes një thirrjeje nga policia e shtetit. Kastriotit i duhej të dëshmonte përsëri, këtë herë si i përfshirë i mundshëm në krime. Mediat patën një ditë feste. Titujt bërtisnin për biznesmenin që kishte ndërtuar pasuri përmes korrupsionin. Nuk kishte rëndësi që ai ishte viktima. Nuk kishte rëndësi që po përpiqej të bënte gjën e duhur. Perceptimi publik ishte i pamëshirshëm. Klientët anuluan kontratat. Furnitorët kërkuan pagesa paraprake. Bankat prenë linjat e kreditit.
Brenda pak javësh, ajo që kishte mbetur nga perandoria e Kastriotit filloi të shembej. Një mëngjes, ai ishte ulur në tryezën e kuzhinës, i rrethuar nga letra, fatura për të paguar që ishin më shumë se sa kishte në llogari, njoftime për procese, thirrje gjyqësore. Floriani u ul përballë, një filxhan kafe në duar. Sa ke? Pyeti ai drejt për drejt. Kastrioti kaloi dorën nëpër fytyrën e lodhur. Pak. Shumë pak. Ndoshta mjaftueshëm për të paguar faturat edhe për 3 muaj. Pas kësaj do të më duhet të shes edhe këtë apartament. Po kompania? E falimentuar. Ose afër saj. Ortakët që kanë mbetur po përpiqen të më detyrojnë të largohem. Duan të blejnë pjesën time për një hiç dhe të vazhdojnë pa mua. Floriani piu një glënjë kafe, i menduar. Dhe ti do t'i lësh? Kastrioti ngriti supet, humbja e dukshme në sytë e tij. Nuk kam shumë zgjidhje. Më duhen para për avokatët, për faturat, për t'u kujdesur për ju. Ne nuk kemi nevojë për shumë, tha Floriani. Kemi jetuar me pak për vite me radhë. Mund ta bëjmë përsëri. Por Elira meriton më shumë. Meriton të studiojë në shkolla të mira, të ketë mundësi, të mos i duhet të lypë në trafik kur më. Floriani u përkul mbi tryezë, duke e detyruar Kastriotin ta shikonte. Lirës i duhet dashuri, stabilitet, familje. Pjesën tjetër e zgjidhim. Mos e shkatëro veten duke u përpjekur t'i japësh gjëra materiale. Jepi asaj veten tënde. Të pranishëm, të plot, të ndershëm. Fjalët e goditën Kastriotin thellë. Ai kishte kaluar kaq shumë kohë duke ndjekur suksesin, duke grumbulluar pasuri, duke ndërtuar perandori, saqë kishte harruar bazën. Pranin. Afeksionin. Kohën. Ke të drejtë, tha Kastrioti me zë të ulët. Vetëm se nuk di si të rifilloj. Si të jetoj pa asgjë nga ajo që kam ndërtuar. Floriani buzëqeshi dhe kishte mirë kuptim në atë buzëqeshje. Mësohesh. Është e vështirë, është poshtëruese ndonjëherë. Por është edhe çliruese. Kur nuk ke asgjë për të humbur, zbulon se kush je vërtet. Kastrioti pohoi me kokë, duke ndjerë diçka të zgjidhej brenda tij. Ai do ta merrte vendimin. Do të shiste atë që kishte mbetur nga kompania. Do të shlyente borxhet që mundte. Dhe do të rifillonte nga zero. Por jeta kishte ende më shumë kthesa të rezervuara. 2 javë më vonë, nëna Zana ndërroi jetë. Ishte e qetë, në gjumë, por la një boshllëk të madh. Elira qau për ditë me radhë, dhe as Kastrioti as Floriani nuk dinin si ta ngushëllonin një fëmijë përballë vdekjes. Ata thjesht ishin aty, duke e mbajtur, duke e lënë të qante, duke i treguar se nuk ishte vetëm. Varrimi ishte i thjesht, në një varrezë publike në kombinat. Morën pjesë fqinjë, njerëz që nëna Zana i kishte ndihmuar gjatë jetës, fytyra të shënuara nga ashpërsia e jetesës në periferi, por edhe nga solidariteti që vetëm vështirësitë e mësojnë. Pas ceremonisë, prifti ju afrua Kastriotit dhe Florianit. Nëna Zana më la diçka për ju, tha ai, duke u dhënë një zarf të zverdhur. Kastrioti e hapi. Brenda, një letër e shkruar me shkrim të dridhur por të lexueshëm. Djemtë e mi të dashur, shkruante nëna Zana. Nëse po e lexoni këtë, do të thotë se unë jam larguar. Mos u trishtoni për mua. Kam jetuar një jetë të gjatë dhe, në fund, pata gëzimin të shija një familje të rindërtohej. Kujdesuni për lirën time. Ajo është e veçantë. Ka një zemër shumë të madhe për këtë botë të vogël. Dhe ju të dy, faleni njëri tjetrin plotësisht. Jeta është shumë e shkurtër për të mbajtur mëri. Jini të lumtur. Jini vëllezër të vërtetë. Kjo është gjithçka që një plak kërkon. Kastrioti e palosi letrën me kujdes, syt i digjinin. Pran tij, Floriani fshinte lotët pa turp. Ajo kishte të drejtë, tha Floriani. Jeta është shumë e shkurtër. Kastrioti shikoi vëllain e tij dhe për herë të parë pas 7 vjetësh, pa vetëm dashuri aty. Jo më mëri. Jo më inat. Vetëm vëllain që kishte pasur në fëmijëri, vëllain që kishte humbur dhe që tani e rigjente. Ata u kthyen në shtëpi në heshtje, Elira flinte në sediljen e pasme. Vajza ishte rritur në muajt e fundit. Jo më ai fëmijë i friksuar që kërkonte ndihmë në semafor. Tani kishte ngjyrë në fytyrë, rroba të pastra, shkonte në shkollë. Por mbi të gjitha, kishte familje.
Atë natë, ndërsa Elira flinte, Kastrioti dhe Floriani u ulën në balkonin e apartamentit, duke parë dritat e qytetit. Të kujtohet kur ishim fëmijë, pyeti Floriani. Dhe ëndërronim të pushtonim botën? Kastrioti buzëqeshi. Më kujtohet. Ti doje të bëheshe pilot garash. Unë doja të isha pronar i një kompanie multinacionale. Floriani qeshi. Shiko ku përfunduam. Ti ishe pronar kompanie dhe unë ngisja kamion në për rrugë. Jo saktësisht ajo që planifikuam. Por jemi këtu, tha Kastrioti. Së bashku. Me një bi të mrekullueshme. Dhe kjo vlen më shumë se çdo ëndër e vjetër. Floriani qëndroi në heshtje për një moment, pastaj pyeti, çfarë do të bësh tani? Pasi të shesësh gjithçka? Kastrioti mendoi. Për herë të parë pas vitesh, nuk kishte një plan të detajuar, një strategji 5-vjeçare, projekcione fitimi. Nuk e di, pranoi ai. Ndoshta fillojmë diçka të re. Të vogël. Të ndershme. Diçka që ta ndërtojmë së bashku. Më pëlqeu kjo. Së bashku. Dhe atëherë Kastriotit i lindi një ide. Të kujtohet ferma e gjyshit ton? Atje në rrethinat e Korçës? Floriani pohoi me kokë. Ajo copë toke afër Voskopojës. Shkonim për pushime atje kur ishim fëmijë. Është ende e jona. Nuk u shit kurrë. Është e braktisur, por është e jona. Floriani u kthye të shikonte vëllain, syt filluan t'i shkëlqenin. Po mendon atë që po mendoj unë? Kastrioti buzëqeshi dhe ishte një buzëqeshje e sinqertë, plot mundësi. Po mendoj se ndoshta është koha të kthehemi te rrënjët. Të rrisim Elirën në një vend me hapësirë, ajër të pastër. Të rifillojmë duke bërë diçka me duar, duke mbjell, duke ndërtuar. Diçka reale. Floriani u ngrit i entuziazmuar për herë të parë pas javësh. Mund të bënim një kopsht. Të rrisnim pula. Lira do të adhuronte. Dhe nuk do të na duheshin shumë para. Mund të jetonim në mënyrë të thjeshtë. Dy vëllezërit u pan në sy dhe aty, në atë balkon, lindi një ëndër e re. Jo e pasurisë, jo e pushtetit, jo e perandorisë. Por e thjeshtësisë. E punës së ndershme. E familjes. Nëse do të ishit në vendin e Kastriotit, a do të kishit hequr dorë nga gjithë luksi dhe komoditeti për të rindërtuar jetën së bashku me vëllain tuaj në fshat, apo do të kishit provuar të shpëtonit bizneset me çdo kusht? Na tregoni në komente. Në javët në vijim, ata planifikuan. Kastrioti finalizoi shitjen e asaj që kishte mbetur nga kompanitë e tij, shleu sa më shumë borxhe që mundi, arriti një marrëveshje me Jonën ku ajo mori pothuajse gjithçka, por në këmbim nënshkroi letrat e divorcit pa vonesa të mëtejshme. Kur mbaroi, i kishin mbetur disa kursime. Jo shumë, por mjaftueshëm për të filluar. Ata i treguan planin e Elirës, e cila reagoi me një entuziazëm që vetëm një fëmijë mund të kishte. Ajo vizatoi se si do të ishte shtëpia, me një kopsht plot lule, një lisharse të varur në pemë, pula që vraponin të lira nëpër obor. Dhe një të shtunë në mëngjes, ngarkuan 3 valixhe modeste në makinë, mbyllën apartamentin që së shpejti do të shitej gjithashtu, dhe morën rrugën për në Korçë. Udhëtimi ishte i gjatë por plot të qeshura. Floriani tregonte histori nga rruga, Elira këndonte këngë që kishte mësuar në shkollë, Kastrioti zbuloi se të ngasësh makinën pa nxitim, pa një destinacion urgjent, ishte një formë meditimi. Kur arritën në fermë, dielli po perëndonte. Prona ishte saktësisht siç e mbante mend Kastrioti. Shtëpia kryesore kishte nevojë për riparime, toka ishte mbuluar nga barrat e këqija, gardi i rënë në disa pika. Por kishte potencial. Kishte mundësi. Kishte rifillim. Elira doli me vrap, duke eksploruar çdo cep, e qeshura e saj kumbonte nëpër tokën që së shpejti do të ishte shtëpia e saj. Floriani i vuri dorën në shpatull Kastriotit. Është perfekte. Kastrioti shikoi përreth. Nuk kishte luks. Nuk kishte rehati të menjëhershme. Por kishte paqe. Kishte vëllazëri. Kishte shansin për të ndërtuar diçka të vërtetë. Po, pranoi Kastrioti. Është perfekte. Dhe ndërsa dielli u zhduk në horizont duke pikturuar qiellin me ngjyrë portokalli dhe roz, 3 shpirtra të lënduar por në proces shërimi filluan të imagjinonin të ardhmen që do të ndërtonin aty, së bashku, larg zhurmës së qytetit,
larg tradhtive dhe gënjeshtrave, larg gjithçkaje që pothuajse i shkatërroi. Aty, në atë copë toke të harruar, ata më në fund mund të ishin vetëm ajo që gjithmonë duhej të kishin qenë, një familje. Muajt e parë në ferm ishin sfidues në mënyra që Kastrioti nuk i kishte imagjinuar kurrë. Të zgjohesh e para lindjes së diellit nuk ishte risi për një biznesmen të mësuar me mbledhje në mëngjes, por ta bëje këtë për të ushqyer pulat, për të rregulluar gardhe dhe për të punuar kopshtin ishte një lloj krejtësisht tjetër lodhjeje. Ishte fizike, e ndershme, dhe në fund të çdo dite, ai flinte thellë, pa makthet që e ndiqnin në Tiranë. Floriani u përshtat më shpejt. Vitet e jetuara me pak, vitet duke bërë punë fizike kur ishte e nevojshme, i kishin dhënë një qëndrueshmëri që Kastrioti po mësonte ta admironte. Vëllai zgjohej duke kënduar, përgatiste kafe të fortë që e pinin në verandë ndërsa planifikonin ditën dhe punonte me një buzëqeshje në fytyrë që Kastrioti nuk e shihte që nga fëmijëria. Elira lulëzoi si një bim e mbjell më në fund në tokën e dur. Ajo ndihmonte në kopsht, mblidhte vezë, ndiqte fluturat, ngjitej në pemë. Netët mbusheshin me histori të treguara rreth tryezës, vizatime me ngjyra të shpërndara në dy sheme, të qeshura që kumbonin nëpër shtëpinë e vjetër që pak nga pak po kthehej në jetë. Kastrioti e kishte regjistruar Elirën në shkollën e qytetit më të afërt. Ishte e thjeshtë, publike, por mësueset ishin të përkushtuara dhe vajza mësonte shpejt. Ajo bëri miq, merrte pjesë në shfaqje, sillte në shtëpi detyra shkollore që Kastrioti dhe Floriani i varnin me krenari në frigorifer. Transformimi i Elirës ishte shpërblimi më i madh. Vajza që kishte gjetur në semafor, me sy të trishtuar dhe rroba të pista, ishte bërë një fëmijë i gjallë, plot ëndra, që fliste për të ardhmen me entuziazëm. Ajo donte të bëhej veterinere, të kujdesej për kafshët, të kishte fermën e saj një ditë. Dhe Kastrioti bënte çmos t'i ushqente këto ëndra, t'i tregonte se gjithçka ishte e mundur me punë dhe përkushtim. Por jo gjithçka ishte lule. Parat ishin të numëruara. Kastrioti kishte shitur gjithçka që kishte, por borxhet kishin konsumuar pjesën më të madhe. Ajo që mbeti e investuan në rinovimin e shtëpisë, në vegla, në fara, në kafshë. Jetonin në mënyrë të kursyer, çdo lek zgjatej sa më shumë të ishte e mundur. Disa ditë ishin veçanërisht të vështira. Kur të korrat nuk ishin të mira. Kur një kafshë sëmurej. Kur vinte ndonjë faturë e papritur. Në ato momente, Kastrioti ndjente një shtrëngim në gjoks, një zë që i përshpëriste se kishte bërë një gabim, se kishte hedhur poshtë një perandori për një ideal romantik. Ishte në një nga këto net të vështira që Floriani e gjeti të ulur vetëm në verandë, duke parë yjet. Po pendohesh, pyeti Floriani, duke u ulur pranë tij. Kastrioti hezitoi para se të përgjigjej me ndershmëri. Ndonjëherë. Kur shikoj Elirën dhe mendoj për gjithçka që mund t'i jepja nëse do të kisha mbajtur paratë. Arsimim të klasit të parë, udhëtime, mundësi. Floriani qëndroi në heshtje për një moment, pastaj foli me zë të ulët. E di çfarë mësova duke jetuar me nëna Zanën? Që një fëmijë nuk ka nevojë për pasuri. Ka nevojë për prani. Lira ka dy njerëz që e duan vërtet, që janë këtu çdo ditë, që e mësojnë për punën, ndershmërinë, familjen. Kjo vlen më shumë se çdo llogari bankare. Kastrioti pshertiu. E di këtë në mendje. Por ndonjëherë zemra ende dhem. Është sepse ti ende po i thua lamtumir njeriut që ishe. Dhe është në rregull. Ndryshimi dhem. Por shiko përreth. Shiko çfarë kemi ndërtuar në pak muaj. Nuk është perfekte, por është e jona. Është reale. Kastrioti shikoi fermën. Shtëpia me drita të ndezura, kopshti që fillonte të jepte fruta, koteci ku Elira kalonte orë të tëra duke folur me kafshët. Floriani kishte të drejtë. Nuk ishte perandoria që ai kishte imagjinuar të ndërtonte, por ishte pafundësisht më e vlefshme. Faleminderit, tha Kastrioti. Që nuk hoqe dorë nga unë. Që më dhe këtë shans. Floriani buzëqeshi. Jemi vëllezër. Këtë bëjnë vëllezërit. Dhe në atë moment, Kastrioti ndjeu diçka të lirohej përfundimisht brenda tij. Pjesa e fundit e rezistencës, e krenarisë së lënduar, e pendimit. Ai ishte saktësisht aty ku duhej të ishte. Muajt u shndërruan në një vit. Ferma përparonte modestisht. Shisnin vezë, perime dhe zarzavate në tregun e qytetit. Nuk fitonin shumë, por mjaftonte për të jetuar.
Kastrioti mësoj të rregullonte çatit, Floriani ndërtoi një kotec më të madh, Elira tani kishte një qenë që e kishin adoptuar dhe që e ndiqte kudo. Jeta ishte e thjeshtë, por ishte e plotë. Dhe pastaj, një pasdite të diele, morën një vizitë të papritur. Një makinë ndaloi përballë shtëpisë dhe prej saj doli një burr me kostum, krejtësisht i papërshtatshëm në atë skenë rurale. Kastrioti e njohu menjëherë. Ishte Roberti, një nga ortakët e tij të vjetër, një nga të paktët që nuk e kishin braktisur plotësisht gjatë krizës. Roberti shikoi përreth, qartësisht i befasuar me atë që shite. Kastriot? Je ti vërtet? Kastrioti fshiu duart e pista me balë në pantallonat e punës dhe u afrua. Robert. Çfarë surprize? Çfarë të solli këtu? Roberti hezitoi, sikur nuk dinte nga t'ia fillonte. Duhej të shihja. Të tregoja personalisht. Të më tregoje çfarë? Mikel Hoxha u dënua. 15 vjet burg. Dhe në vendim gjykatësi e bëri të qartë se ti ishe viktim, jo bashkpunëtor. Emri yt u pastrua zyrtarisht. Kastrioti ndjeu zemrën të rritë fort. I pastër. Emri i tij ishte i pastër. Dhe ka më shumë, vazhdoi Roberti. Me dënimin, arritëm të rikuperonim një pjesë të parave të shpërdoruara. Drejtësia vendosi se ti ke të drejtë në një kompensim. Nuk është gjithçka, as afër saj. Por janë disa miliona. Mjaftueshëm që ti të rifillosh. Të kthehesh. Fjalët mbetën pezull në ajër. Të kthehesh. Të rifillosh. Kastrioti mund të shite rrugën të shpalosej para ti. Me ato para, mund të rihynte në treg. Të rindërtonte një kompani. Të kthehej të ishte biznesmeni i suksesshëm që kishte qenë. Por pastaj shikoi shtëpinë. Elira u shfaqte dera, flokët të lidhur në gërsheta të çrregullta, fustani i thjeshtë i njollosur me bar, qeni pranë saj. Ajo i bëri me dorë me entuziazëm. Xhaxhi Kastriot. Eja shiko. Pula ka bërë 3 vezë sot. Floriani u shfaq pas saj, një dorë në shpatullën e vajzës, duke buzëqeshur. Dhe në atë moment, Kastrioti e dinte cila ishte përgjigjja e tij. Ai u kthye nga Roberti. Të falenderoj që erdhe deri këtu për të më treguar. Vërtet. Por nuk do të kthehem. Roberti rahu qepallat i hutuar. Nuk do të kthehesh. Kastriot, ke shansin të rikuperosh gjithçka. Të pastrosh emrin tënd publikisht. Të kthehesh të jesh ai që ishe. Kastrioti buzëqeshi dhe ishte një buzëqeshje paqeje të sinqertë. Unë nuk dua të kthehem të jem ai që isha. Ai njeri ishte ambicioz, i suksesshëm, por ishte bosh. Ky njeri këtu, Kastrioti tregoi veten, i pist me baltë, me rroba të thjeshta, ky njeri ka diçka shumë më të vlefshme. Ka familje. Ka qëllim. Ka paqe. Roberti shikoi përreth përsëri, këtë herë me sy të ndryshëm. Po flet seriozisht. Plotësisht. Merri parat e kompensimit dhe dhuroi për bamirësi. Për shtëpi fëmijësh. Për njerëz që kanë nevojë më shumë se unë. Roberti tundi kokën, i pabesueshëm. Je i çmendur. Ky është lloji i shansit të dytë që pak e kanë. Unë tashmë e kam pasur shansin tim të dytë, tha Kastrioti, duke parë Elirën dhe Florianin. Dhe ajo është pikërisht këtu. Roberti qëndroi edhe disa minuta, duke u përpjekur të argumentonte, por përfundimisht e kuptoi se Kastrioti ishte i palëkundur. Kur u largua, ai bëri me dorë nga dritarja e makinës, ende qartësisht pa besuar vendimin që kishte dëshmuar. Floriani ju afrua Kastriotit pasi makina u zhduk në rrugën e dheu. Vërtet refuzove miliona? Kastrioti ngriti supet. Parat do të më tundonin të kthehesha në atë jetë. Dhe unë nuk e dua atë jetë. E dua këtë. Floriani përqafoi vëllain dhe kishte krenari në atë përqafim. Ti je një njeri më i mirë se sa imagjinoja se mund të ishe. Jam një njeri më i mirë se sa imagjinoja se mund të isha, korrigjoi Kastrioti. Ai vendim shënoi një pikë kthese përfundimtare. Kastrioti nuk ishte më biznesmeni në mërgim, duke pritur shansin për t'u kthyer. Ishte një fermer, një baba, një vëlla. Dhe ishte në paqe me këtë. Vitet kaluan. Elira u rrit duke kaluar nga fëmijë në adoleshente.
Ajo e mbajti ëndrrën për t'u bërë veterinere dhe Kastrioti e Floriani mblodhen çdo lek që mundën për të siguruar që ajo të mund të studionte. Vajza ishte e shkëlqyer, e përkushtuar, plot dhe mshuri për çdo krijesë të gjallë. Ferma u zgjerua modestisht. Blen më shumë pula, disa dhi, mbollën pemë frutore. U bën të njohur në zonë si vëllezërit që lanë gjithçka në qytetin e madh për të jetuar nga puna e tokës. Disa i quanin të çmendur. Të tjerë i admironin. Kastrioti nuk u pendua kurrë. Ai mësoi ta maste pasurinë ndryshe. Jo në shifra në llogarinë bankare, por në pasdite duke luajtur me Elirën, në biseda të thella me Florianin natën, duke parë perëndimin e diellit të pikturonte qiellin me ngjyra të pamundura, duke mbledhur me duart e veta ushqimin që kishte mbjell. Një ditë, Elira erdhi nga shkolla me një propozim. Po bëjmë një projekt për historitë e jetës. A mund të tregoj tonën? Kastrioti dhe Floriani shkëmbyen shikime. Historinë tonë, pyeti Kastrioti. Po. Se si u takuam. Se si ti më gjete në semafor dhe ndryshove gjithçka. Se si familja u rindërtua. Kastrioti ndjeu sytë t'i digjinin. Ndonjëherë harronte se për Elirën, ai takim i rastësishëm në trafikun e Tiranës nuk ishte vetëm një kujtim. Ishte momenti që i kishte përcaktuar jetën. Sigurisht që mundesh, tha ai, zëri i dridhej. Trego gjithçka. Ditën e prezantimit, Kastrioti dhe Floriani u ulën në fund të klasës, mes prindërve të tjerë. Elira, tani 13 vjeçe, doli para klasës me besim. Ajo e tregoi historinë me një elokuencë që befasoi edhe Kastriotin. Foli për vajzën që jetonte duke kërkuar ndihmë, për burrin me rroba të shtrenjta që ndaloi makinën, për udhëtimin e shpengimit dhe faljes. Foli se si dashuria e vërtet ndonjëherë do të thotë të heqësh dorë nga gjithçka që mendon se është e rëndësishme për të zbuluar atë që ka vërtet rëndësi. Kur mbaroi, kishte lot në shumë fytyra. Mësuesja ishte dukshëm e emocionuar. Dhe Kastrioti nuk u turpërua nga lotët që i rridhnin në fytyrë. Më vonë, në rrugën për në shtëpi, Elira kapi dorën e Kastriotit. Faleminderit, tha ajo me zë të ulët. Për çfarë? Që nuk më le në atë semafor. Që na zgjodhe ne në vend të parave. Që më dhe një familje. Kastrioti ndaloi makinën në anë të rrugës, i paf të vazhdonte të ngiste me emocionin që e pushtoi. Ai u kthye të shikonte Elirën dhe Florianin. Ju më shpëtuat mua, tha ai. Jo e kundërta. Unë isha i humbur, bosh, duke ndjekur gjëra që nuk kishin asnjë kuptim. Ju më treguat se çfarë është vërtet e rëndësishme. Floriani i vuri dorën në shpatull vëllai. Ne shpëtuam njëri tjetrin. Këtë bëjnë familjet. Dhe aty, në atë makinë të thjeshtë, në anë të një rruge të dheut në fshatrat e Korçës, 3 njerëz që fati i kishte bashkuar në mënyrë të pabesueshme festuan në heshtje mrekullinë e të qenit gjetur. Kaluan edhe disa vite. Elira hyri në universitet duke studiuar veterinari në një qytet aty pranë. Kthehej në shtëpi çdo fundjavë, gjithmonë me histori për atë që mësonte, për kafshët që ndihmonte të trajtonte. Kastrioti dhe Floriani u plakën së bashku, flokët e thinjur, duart e kallojzuara nga puna, por zemrat e lehta. Ata e zgjeruan fermën pak më shumë, tani duke strehuar kafshë të shpëtuara që Elira sillte. U bën një lloj strehe jo formale, të njohur për mirësinë me të cilën trajtonin çdo krijesë. Një të shtunë në mëngjes, Kastrioti u zgjua dhe gjeti Elirën në verandë, tashmë e diplomuar, një grua e re rreth të 20-tave, duke parë pronën me një shprehje të menduar. Çfarë po mendon? Pyeti ai, duke u ulur pranë saj. Për gjithçka që ka ndodhur. Se si jeta ime mund të kishte qenë krejtësisht ndryshe. Kastrioti priti që ajo të vazhdonte. Nëse ti nuk do të kishe ndaluar atë ditë, nëse thjesht do të kishe vazhduar si të gjithë të tjerët, ku do të isha unë tani? Ende në rrugë? Vetëm? Ndoshta as gjallë? Mos mendo kështu. Por duhet të mendoj. Sepse më bën të vlerësoj çdo moment. Çdo vakt rreth kësaj tryeze. Çdo të qeshur. Çdo përqafim. Asgjë nga këto nuk ishte e garantuar. U ndërtua me zgjedhje. Zgjedhjet e tua. Kastrioti kapi dorën e Elirës. Dhe të tuat gjithashtu. Ti zgjodhe ti besosh një të huaj. Zgjodhe të na japësh një shans. Zgjodhe ta ndërtosh këtë familje me ne.
Elira u përkul dhe mbështeti kokën në shpatullën e Kastriotit. Ti e di që unë nuk e mbaj mend në nëntime biologjike, tha ajo me zë të ulët. Nuk mbaj mend asgjë para se të më gjenin. Por nuk ka rëndësi. Sepse ju të dy jeni prindërit e mi të vërtetë. Ju zgjodhët të më donin. Dhe kjo do të thotë më shumë se çdo lidhje gjaku. Kastrioti përqafoi gruan e re që kishte shpëtuar dhe që e kishte shpëtuar atë. Floriani u shfaqte dera duke sjell kafe dhe ju bashkua atyre në veranë. Të tre qëndruan aty në heshtje komode duke vëzhguar diellin të lindte mbi tokën që e kishin shndërruar në shtëpi. Dhe Kastrioti kuptoi se kjo ishte pasuria e vërtetë. Jo vilat, jo makinat e importuara, jo llogaritë bankare të mbushura. Por kjo. Ky moment. Kjo paqe. Kjo dashuri. Ai mendoi për njeriun që kishte qenë. Biznesmeni i ftohtë, llogaritës, i fiksuar pas suksesit. Ai njeri nuk do ta kishte përjetuar kur këtë ndjenjë plotësie. Nuk do ta kishte njohur kur këtë formë lumturie. Humbi një perandori, por fitoi një shtëpi. Braktisi luksin, por gjeti pasurinë. Hoqi dorë nga pushteti, por fitoi lirinë. Dhe ndërsa dielli pikturonte qiellin me ngjyrë të artë, Kastrioti e dinte se do të bënte gjithçka përsëri, saktësisht në të njëjtën mënyrë. Sepse ajo vajzë 4 vjeçare me sy të mëdhenj dhe fustan të pistë, i kishte dhënë dhuratën më të madhe nga të gjitha, shansin për t'u bërë përsëri njeri. Shansin për të rifilluar. Shansin për të dashuruar. Shansin për të qenë, më në fund, i mjaftueshëm. Jo për shkak të arritjeve apo pasurive të tij, por thjesht duke ekzistuar, duke qenë i pranishëm, duke qenë pjesë e atij rrethi afeksioni që fati e kishte qepur në mënyrë kaq të pabesueshme. Elira u ngrit duke shtrirë krahët. Do të kontrolloj kafshët. Ajo dhia ende e ka këmbën të lënduar. Kastrioti e vëzhgoi teksa largohej, kaq e ndryshme nga fëmia i friksuar që kishte njohur. Dhe pastaj shikoi Florianin, vëllain e tij, mikun e tij, partnerin e tij në këtë udhëtim të çmendur. Ja vlejti, pyeti Floriani, sikur t'i lexonte mendimet. Kastrioti buzëqeshi, një buzëqeshje e plot, e vërtet, pa hije. Çdo sekond. Dhe ishte e vërtet. Çdo sakrificë, çdo sfidë, çdo moment dyshimi. Gjithçka ja kishte vlejtur për të arritur aty, në atë copë toke ku 3 shpirtra të lënduar kishin gjetur më në fund shërim. Trafiku i Tiranës vazhdonte të ishte kaotik. Semaforët vazhdonin të bllokonin makina të paduruara. Dhe sigurisht fëmijë të tjerë ende kërkonin ndihmë në përkryqëzime. Por për Kastriotin, Florianin dhe Elirën, ai semafor specifik, ai takim në dukje i rastësishëm, kishte ndryshuar gjithçka. Kishte provuar se një moment i vetëm vëmendjeje, një akt i vetëm mirësie, një zgjedhje e vetme për të ndaluar në vend që të vazhdoje, mund të rishkruante fate të tëra. Se familja nuk përcaktohet nga gjaku, por nga zgjedhja. Se pasuria nuk matet me para, por me dashuri. Se rifillimet janë të mundura, edhe kur gjithçka duket e humbur. Dhe se ndonjëherë të humbasësh gjithçka është e vetmja rrugë për të gjetur atë që ka vërtet rëndësi. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Kastriotit, Florianit dhe Elirës t'ju ketë prekur zemrën. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim faljeje, shpengimi dhe dashurie familjare, klikoni butonin pëlqej, abohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju ka bërë më shumë përshtypje në këtë rrëfim. A do të kishit bërë të njëjtat zgjedhje si Kastrioti? A do të kishit hequr dorë nga gjithçka për dashurinë e familjes? Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që na bëjnë të reflektojmë për atë që ka vërtet rëndësi në jetë. Ju presim në episodin e ardhshëm, me një histori tjetër që do t'ju prek shpirtin dhe do t'ju bëj të rimendoni prioritetet tuaja. Deri atëherë, mbani mend, dashuria e vërtet gjithmonë vlen më shumë se çdo pasuri.